Rivaliteti politik nuk vlen në kuvend për dy këngëtaret, Edona Llaloshi dhe Adelina Thaçi. Dy deputetet vazhdimisht shfaqin afërsi në kuvend, duke mos anashkaluar kolegialitetin profesional që i lidh ato. Deputetja Vetëvendosjes dhe ajo e LDK-s edhe sot patën një bashkëbisedim para nisjes së seancës parlamentare. Joela Bame, një kërkuese shkencore nga Korça, është përfshirë nga revista prestigjioze Forbes në listën e 30 njerëzve nën moshën 30 vjeç me ndikim të jashtëzakonshëm në nivel botror. Ajo po shkëlqen në fushën e neuroshkencës si kërkuese shkencore në Universitetin e Oxfordit. Lajmin e veçantë e jep kryeparlamentari Niko Peleshi, ish kryetari i Korçës për disa mandate dhe përfaqësues i votuar nga qytetarët në parlament. Niko Peleshi, i cili thot se para pak muajsh është takuar me Joelën dhe ka mbetur i impresionuar nga biseda. Joela Bame nga Korça, në 30 njerëzit në 30 vjeç me ndikim të jashtëzakonshëm në nivel botror sipas prestigjozes Forbes, Joela synon të zbulojë misteret që fshihen pas sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri dhe ALS-ja. Ajo ka identifikuar orët biologjike që qëndrojnë pas riparimit dhe plakjes të trurit, ka zbuluar se si të detektojë shenjat e degenerimit muaj para se të shfaqen simptomat. Tani kërkuesja shkencore e Oxfordit me origjinë nga Korça po aplikon metodat e saj të mëparshme për të zbuluar ilaçe rigjeneruese për të trajtuar çrregullimet kardiometabolike si pamjaftueshmëria e zemrës për të ndihmuar trupin të shërohet vetë. Përgëzime edhe për Kolegjin Preka Korçë, ku Joela Bame kreu shkollën e mesme, përmbyllet Niko Peleshi.